I kanë 2-3 aktivitete këtu në afërsi të oborreve qeveritare, ku do të ketë edhe disa homazhe, disa pllaka për kujtimore. Dhe ja thani, kemi këto momente kur kryeministri bashkë me delegacionet e tjera afrohen tek flamuri i Republikës për ngritjen zyrtare të flamurit në ditën e 17 shkurtit. E ndjekim ceremoninë, Enes, dhe rikthehemi pastaj për ta komentuar. A ne këshoni rrugën pak, më falë. Më falë, apë na i lirani rrugën. O, ti me telefon. Argentin, baton, bufës. Kemi vetëm deklarim për media, nuk dhe të këtë. Nëse jeni gati, të lërë. A mund të filloj? Vetëm pak. Mirëmëngjes të gjithëve, i uroj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për 18 vjetorin e pavarësisë së shtetit tonë sovran e të pavarur. Është një ditë ku të gjithë bëhemi bashkë në radhë të parë për të festuar këtë përvjetor të shtetit tonë të ri, i cili tashmë po hyn në moshë të pjekurisë dhe në të njëjtën kohë bëhemi bashkë për të përkujtuar të gjithë ata që sakrifikuan gjithçka në mënyrë që ne sot ta gëzojmë shtetin. Natyrisht që sakrifica për të arritur deri këtu ka qenë shekullore. Shpesh herë ne fokusohemi tek vitet e fundit, tek vitet e 80-ta, 90-ta, por në fakt kanë qenë breza të tërë që kanë dhënë gjithçka në mënyrë që sot ne ta gëzojmë shtetin e pavarur të Kosovës. Shprehim respektin më të thellë për rrugën, vizionin dhe kontributin e presidentit ton historik, atit themeltar dhe arkitektit të pavarësisë së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, për sakrificën e familjes Jashari në krye me komandantin legjendar Adem Jashari, për mira dëshmor herojnë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për të gjithë ata që
dhanë jetën, dhanë mundin dhe bën sakrificë në mënyrë që sot të gjithë së bashku t'i gëzohemi shtetit tonë. Natyrisht që është pikrish kjo sakrificë që ka trasuar rrugën tonë përpara, për forcimin e shtetit tonë, drejt rrugës euroatlantike në këtë familje ku ne gjithmonë e kemi pasur vendin. Roft Republika e Kosovës për jetë e mëtë. Atëherë mirë mëngjes të gjithëve. Sot shënojmë 18 vjetorin e pavarësisë së Republikës së Kosovës, mbase një republikë e re, por jo edhe aq e re për të kuptuar se liria kërkon angazhim të përditshëm. Sot, por edhe çdo ditë tjetër, kujtojmë me nderim dhe respekt të gjithë ata që dhanë jetën e tyre për pavarësinë që sot ne e gëzojmë, pra dëshmorët e kombit dhe martirët. Por po ashtu sot nderojmë edhe figurat e larta që kontribuan në rrethana dhe në periudha të ndryshme për çlirimin, për lirinë dhe për pavarësinë e Republikës së Kosovës. Pavarësinë e nderojmë nëse punojmë me institucione funksionale që funksionojnë me integritet, por po ashtu edhe me profesionalizëm. Faleminderit, gëzuar gjithëve pavarësia e Republikës së Kosovës. Kosova po rritet numri i viteve të pavarësisë, po rritet numri i njohjeve të shtetësisë, po rritet ekonomia e vendit, po rritet mirëqenia e qytetarëve, po rritet fuqia e shtetit. Para 18 vjetëve lindi pavarësia e Republikës së Kosovës, por lindi e pjekur, me qenë se shumë breza të veprimtarëve, mbar populli ynë me gjeneratët të panumërta, ka kontribuar, është sakrifikuar që ne të jemi të lirë dhe të pavarur, të kemi shtet demokratik dhe sovran. Sot festojmë, por njëkohësisht edhe nderojmë rezistencën paqësore, kryengritjet armatosura, të cilat kulmuan me luftën e drejtë të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Gëzuar pavarësia, 18 vjetori, dhe kremtofshim të gjithë bashkë për jetë e motë. Pra kemi dëgjuar së bashku dhe fjalimet e shkurtra nga presidentja e vendit zonja Vjosa Osmani, gjithashtu kryetaria e Parlamentit të Kosovës zonja Alvulina Haxhiu, si dhe kryeministri i Kosovës zotri Albin Kurti, ndër të tjera është ata thanë që përveç festës do t'jetë një moment për t'i kujtuar gjithë ata që ranë, martirët dhe dëshmorët për këtë liri që ne ta gëzojmë sot. Normalisht ishin mesazhe të qarta, të shkurtra nga të tre liderët, edhe e kuptojmë që do t'jenë të jetë të shkurtër sepse kanë me i përsërit dhe kanë me bu mesazhe gjatë gjithë ditës në ceremoni e momente të ndryshme, sepse kanë